Në një botë plot maska, si ta dallosh të vërtetën, në çdo shoqëri, çdo rreth, çdo ambient pune apo marrëdhënie personale, do të ndeshësh njerëz që nuk janë ata që duken. Disa janë të sjellshëm në dukje, por për brenda mbajnë zili, krenari apo agjenda të fshehta. Të tjerë të përqafojnë me njërën dorë, ndërsa me tjetrën të shpojnë me thik pas shpine, në një botë ku gënjeshtrat vishet me buzëqeshje dhe manipulimi fshihet pas kujdesit, të jesh në gjendje të dallosh një njeri të rrem është një fuqi e rrallë. Më poshtë do lexosh jo vetëm 5 shenja, por udhëzime të thella për të parë përtej maskës dhe për të mbrojtur veten. 1. Njeriu me shumë fytyra, kur personaliteti ndryshon sipas nevojës, ka njerëz që nuk kanë një personalitet, kanë një strategji. Ata janë të qeshur me shefin, të ftohtë me kolegun, të dashur me ty kur u duhen dhe të zhdukur kur nuk u shërben më. Ky është njeriu kameleon, nëse sheh dikë që sillet ndryshe me secilin, ndryshon sipas interesit apo që të vlerëson vetëm kur i nevojitesh, ke përballë një person që se njeh ndershmërinë, këshilla praktike. Shiko si sillet me njerëzit që si duhen. A është korrekt me kamarierin, me pastruesin, me një njeri pa pushtet? Nëse jo, ai person nuk është i vërtetë. Ai luan për interes. 2. Njeriu që nuk lejon të hysh në botën e tij të vërtetë, një njeri i ndershëm është transparent. Ai nuk fshihet pas krenarisë. Ai pranon dobësinë. Por kur dikush e ndërton personalitetin mbi perfeksionin e rrem, ai nuk të tregon kur veten reale. Njerëzit që s'ndajnë asgjë personale, që nuk flasin për gabimet e tyre, që nuk lën askënd të hyjë emocionalisht, janë shpesh ata që fshehin fytyrën e vërtetë sepse nuk duan të humbasin kontrollin. Ata nuk janë të sinqertë, sepse janë të fiksuar pas imazhit. Kujdes, mos beso tek ideali. Njeriu real është kompleks. Ai ka dobësi, por e pranon. Ai gabon, por mban përgjegjësi. 3. Ata që gjithmonë janë viktima, por kur përgjegjës. Një nga maskat më të zakonshme është ajo e viktimës së përjetshme. Ata që të thonë të gjithë më kanë lënduar, askush nuk më kupton, gjithmonë i jap, por s'marr asgjë, në fillim ndoshta ndjen keqardhje. Por me kalimin e kohës do kuptosh që ata manipulojnë përmes fajit. Nëse ti përpiqesh të thuash diçka, ata preken. Nëse i largohesh, të bëjnë të ndihesh fajtor, e vërteta? Ata nuk janë viktima, ata janë mjeshtër manipulimi. Ata janë ekspert në të mbuluarit e vetes dhe në transferimin e fajit. Këshilla: çdo herë që ndihesh fajtor për diçka që se ke bërë, ndalo. Pyet veten, apo më përdor ky njeri emocionalisht? 4. Kur fjalët janë perfekte, por veprimet bosh, mos u mashtro nga fjalët e bukura. Dikush mund të thotë, të dua shumë, do jem gjithmonë këtu, je i rëndësishëm për mua, por në ditët e vështira, nuk janë. Kur u duhet të sakrifikojnë diçka për ty, zhduken. Kur ti u nevojitesh, të kërkojnë. Kur u duhet të japin, të harrojnë. Këta janë njerëzit që përdorin fjalët si kurth. Ata din çfarë të thuash, por nuk janë gati të bëjnë atë që thonë. Këshilla e artë: mos beso çfarë thot dikush për ty, vështro çfarë bën për ty. 5. Ata që të bëjnë të dyshosh tek vetja, por asnjëherë tek ata. Manipuluesit më të rrezikshëm nuk bërtasin. Nuk kërcënojnë, ata të bëjnë të dyshosh në gjykimin tënd. Ata nuk të thonë je gabim, por të pyesin je i sigurt. Ata nuk të kritikojnë direkt, por të thonë e ke menduar mirë këtë gjë? Derisa ti të humbasësh besimin në vetvete, nëse ndihesh gjithmonë konfuz, i pasigurt, i lënduar emocionalisht, ndoshta nuk je ti problemi. Ndoshta ke përballë një njeri që të shkatëron psikologjikisht me elegancë. Këshilla për shpëtim: njerëzit e mirë të bëjnë të ndihesh më i fortë. Njerëzit toksik të bëjnë të dyshosh në veten tënde. Mbaje mend këtë. Përfundim: zgjoj instinktin, shiko përtej fytyrës, në një botë ku njerëzit shpesh shiten për ata që nuk janë. Vëmendja është mburoja më e fortë që ke. Mos i beso menjëherë të gjithëve. Jep kohë. Vëzhgo. Dëgjo atë që nuk thuhet. Ndiq sinjalet, maskat bien. Por më mirë t'i shohësh vetë përpara se të lëndohesh. Sepse njeriu i sinqert nuk ka frikë të zbulohet.
Njeriu i mirë nuk ka nevojë të fshihet. Dhe njeriu i vërtet nuk të bëhet barë për shpirtin, por mbështetje për shpirtin tënd. Fuqia e të menduarit pozitiv, zgjerim i thelluar, versioni gjatë, të mendosh pozitivisht nuk është thjesht një frazë që dëgjojmë në librat motivues apo në rrjetet sociale, është një mënyrë jetese, një filozofi që mund të transformojë rrënjësisht përditshmërinë, shëndetin mendor, marrëdhëniet dhe të ardhmen tënde. Në një botë ku stresi, pasiguria dhe presioni janë gjithnjë e më të pranishëm, të ushqesh mendjen me mendime të shëndetshme është si të ndërtosh një strehë të brendshme ku asgjë s'mund të thyejë. Mendja jote është krijuesja e realitetit. Çdo ditë ti bën mira mendime. Shumica e tyre janë automatike dhe të pavetëdijshme. Ato e formsojnë gjendjen tënde emocionale, reagimet dhe madje edhe shëndetin fizik. Nëse këto mendime janë negative, kritike dhe të frikshme, do ta ndjesh jetën të rëndë, të mbushur me ankth dhe mungesë motivimi. Por nëse ushqen mendje që beson, shpreson, krijon dhe fal, atëherë do shohësh që drita fillon të thyet në errësirë. Mendimi pozitiv është ushqim për shpirtin, ashtu si trupi yt ka nevojë për ushqim të mirë për të funksionuar, ashtu edhe mendja ka nevojë për ushqim të shëndetshëm. Mendimet janë energji. Ato kanë fuqi. Ato ndikojnë në mënyrën se si e sheh botën, veten dhe të tjerët. Një person që e trajnon veten për të parë të mirën, për të nxjerrë mësime edhe nga dështimi, për të falur dhe për të besuar, është një person që i jep vetes lirinë e vërtetë. Çfarë bën realisht të menduarit pozitiv? Të bën më të qëndrueshëm në përballimin e krizave, të jep aftësinë për të parë mundësi edhe në mes të vështirësive, rrit vetbesimin dhe guximin për të vepruar. Ul kortizolin, hormonin e stresit dhe ndihmon trupin të vetëshërohet, të ndihmon të ndërtosh marrëdhënie më të shëndetshme me njerëzit, zgjeron horizontet e të menduarit kreativ dhe zgjidhjes së problemeve. Të menduarit pozitiv nuk do të thotë të injorosh problemet. Shpeshherë njerëzit mendojnë se pozitiviteti është një mënyrë për të shmangur realitetin. Por e vërteta është ndryshe. Pozitiviteti nuk do të thotë të mohosh se ekziston problemi. Do të thotë të pranosh që problemi është aty, por të zgjedhësh të fokusohesh në zgjidhjen, jo në dramatizimin. Të pranosh se ke dhimbje, por të besosh se do të kalojë. Të rrëzohesh, por të thuash do ngrihem përsëri. Si mund të fillosh të mendosh pozitivisht? Ndrysho mënyrën si flet me veten. Nëse flet me veten me përbuzje, frikë apo negativitet, trupi dhe mendja e marrin këtë si realitet. Thuaj gjëra të mira. Bëhu shoku yt më i mirë, vëzhgo dhe kontrollo informacionin që konsumon, mos ushqe mendjen me lajme të këqija, dramë dhe energji të ulta. Lexo libra frymëzues, shiko video pozitive, dëgjo muzikë që të ngre shpirtin, bëj ushtrime falënderimi çdo ditë, çdo mëngjes apo mbrëmje, shëno 3 gjëra për të cilat je mirënjohës. Kjo të zhvendos fokusin nga mungesa në bollë, refuzo të jetosh në frikë. Shumë mendime negative vijnë nga frika, frika nga refuzimi, nga dështimi, nga humbja. Zëvendëso frikën me besim, bëj veprime të vogla pozitive çdo ditë, edhe një buzëqeshje, një ndihmë, një kompliment, një telefonat të sinqert, janë hapa drejt një jete më të mirë, shembuj nga jeta reale. Një nënë e vetme që lufton çdo ditë për të rritur fëmijët e saj, por që nuk ndalon së qeshuri dhe së besuari. Kjo është fuqia e mendimit pozitiv. Një pacient me sëmundje të rëndë që i thot vetes, unë nuk jam diagnoza ime dhe lufton çdo ditë. Kjo është mendje pozitive në veprim. Një iri që humb punën, por në vend që të dorëzohet, përdor kohën për të ndjekur ëndrrën e tij. Kjo është besim në të ardhmen.